Përshëndetje nga redaksia e News 24 në Berat. Dy kisha tepër të rëndësishme, monument kulture, do të kenë shumë shpejt jo vetëm një imazh të ri në sytë e vizitorëve vendas dhe të huaj, por do të shpëtojnë nga rreziku i rënimit. Kjo fal një restaurimi që po kryhet nga specialistë të drejtorisë kombëtare të monumenteve të kulturës. Për më tepër le të ndjekim materialin e përgatitur. Dy kishat që ka nisur të restaurohen janë Kisha e Evangelizmojt dhe Kisha e Shëntriadhës në Lagjen Kala. Kisha e Evangelizmojt është një monument kulture i kategorisë së dytë dhe i përket shekullit të 18, ndërkohë që Kisha e Shëntriadhës është një monument kulture i kategorisë së parë. Çatja e saj prej vitesh i shtrëzuar, duke rrezikuar dëmtimin e veprave të artit. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës në Berat, Eugen Kallfani, pohon se ka filluar me intensitet puna për rikonstruksionin e këtyre dy kishave me vlera të papërsëritshme. Aktualisht, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat është duke kryer punime të mirëmbajtjes dhe restaurimit për sa i përket çatisë së kishës së Evangelizmojt. Është një monument kulture kategori 2 i përket shekullit të 18, ka qenë një monument i rrezikuar deri në ditët që po flasim. Dhe aktualisht jemi duke përfunduar implementimin e fazës së parë që ka të bëjë me restaurimin e strukturës së çatisë, hidroizolimit të saj dhe të qepjes së murit në faqen veriore, e cila ka pas një problematik në vite. Dhe ndoshta nga fundi i këtij muaji fillon punimi për shqepjen me kujdes të pjesës ekzistuese të tegullave të çatisë të kishës së Shëntriadhës, e cila është një monument kulture i kategorisë parë me vlera nga më të spikatur në qarkun tonë, i përket arkitekturës së kultit kristian, është një kryq i brendashkruar i shekullit të 13-14. Restaurimi i dy kishave në Berat do të ndikojë ndjeshëm në ruajtjen e vlerave të tyre, por do të nxjerrë në pa edhe bukuritë e tyre mbretëlënëse në sytë e vizitorëve. Ka qenë ky materiali përgatitur nga redaksia e News 24 në Berat. Bashkë do të shihemi në lidhje të tjera. Mirupafshim.